Tani unë e di që jam pak me vonesë te ky moment, se ka ndodhur dje, por nuk mund të rria pa komentuar sepse ishin vetëm për vetëm me njëri tjetrin dhe duket dhe nga gjuha e trupit që Mateo është pak më ofrues në kuptimin e asaj, kurse Brikena është pak më distante, e kupton ti se normal do jetë distante. Mirë po, si fillim mua do më pëlqente shumë që ky çift përfundonte bashkë që në shtëpinë e Big Brotherit shumë shpejt, sepse në fakt unë mendoj që po të përfundojnë bashkë do jenë çifti më organik aty. Çiftet e tjera nuk bëjnë. Çiftet e tjera janë thjesht për lojë, janë thjesht për skema, për strategjira kështu me radhë. Këta janë një çik më organik. Nga ana tjetër, në këtë foto duket pra thash Mateo pak më ofrues, ajo pak më distante dhe një moment Mateo po i bënte një muhabet, ata ishin vetëm për vetëm dhe ky fliste për Kristin, për Rogertin, për Mirin, për Selin e kështu me radhë. Ndërkohë Brikena i thotë shiko, mos më fol më për këto banor, po hajde flasim diçka tjetër. Tani se çka ka dash me thon Brikena me diçka tjetër vetëm ajo e di, por mendoj se i ka dhënë një mundësi Mateos që të flasi dhe shumë komente kam parë në rrjetet sociale që kanë thënë, "Ha Mateo, pse s'flet, pse si thu troç, pse ashtu, pse shkon." A di pse nuk e bën? A dini pse nuk e bën? Sepse Mateo është djalë me edukat. Mateo është djalë tradicional dhe nuk është djalë i dhunshëm psikologjikisht në kuptimin që ta bëj tjetrin me zor. Ai e di shumë mirë që ajo e di se çfarë ndjen ky për të dhe nuk ka nevojë të shpjegohet më, por do t'i lërë gjërat të rrjedhin vet. Mirë po, mund t'i themi Mateos të gjën tjetër që ka ndryshuar koha te Mateo. Nuk është si dikur që hajde se i çojmë letër, ta le ta kuptoj vetë, te pika e takimit, në serenate veshje, nuk ka kështu. Sot është më ndryshe, sot duhet më troç situata, më hapur, e kupton? Dhe normalisht ndoshta këtu është ai momenti që mund të bëjë ndryshimin. Ose pastaj ndoshta të dy janë duke e lënë të rrjedh në një formë krejt normale. Ndoshta edhe për pak, po them se s'dua ta përlyj me strategji, po mund të ketë pak strategji që mos të mbaroj kjo histori kaq shpejt, sepse Big Brother është i gjatë. Megjithatë, e thash edhe në fillim, mua do më pëlqente që këta të dy të ishin dasma e parë në Big Brother.